Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin ton mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Ebu Hurairah radhiyallahu anhu, transmetohet se një njeri i tha pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Më këshilla." Pejgamberi i Allahut i tha: "Mos u zemra, mos u nervozo." Personi e përsëriti kërkesën e tij disa herë, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam sërish i tha: "Mos u zemra." Cilat janë dobit dhe mësimet apo mesazhet që mund përcjellim nga ky hadith i pejgamberit ton? Themi se zemrimi dhe nervozizmi është yshtje dhe nxitje e shejtanit që të bën ta humbasësh veten dhe të dalësh nga gjendja normale. Siç luan fëmia me topin, ashtu luan edhe shejtani me njeriu e nervozuar. Njeriu kur nervozohet, nuk di se çfarë flet dhe si reagon, sepse e humb arsyen. Në gjuhën tonë popullore thuhet: kush ngrihet i zemruar, ulet i dëmtuar. Në një citat tjetër përsëri thuhet: i ëmbël është fundi i durimit, i idhët është fundi i zemrimit. Vetë fakti se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka përsëritur disa herë të njëjtën përgjigje, dëshmon për rrezikun e zemrimit dhe gjithashtu dëshmon për vlerën e ruajtjes së qetësisë. Sikur ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thot: kujdes nga ato arsye që shkaktojnë zemrimin dhe ruaju nga pasojat e zemrimit. Islami e udhëzon muslimanin që të vendosë në kontroll çdo gjë që predispozon për armiqësi, përçarje, mosmarrveshje apo lëndim të tjetrit. Nervozizmi është prej gjendjeve që rrjellon në sharje, në fyerje, në padrejtësi, në lëndim fizik dhe që e shtyn individin të thot një fjalë apo të bëj një veprim për të cilin do të pendohet. Dhe eliminimi i shkakut nënkupton edhe eliminimin e rezultatit. Duke u nisur nga pasojat e padëshiruara të nervozizmit, në ligjin islam është ndaluar të gjykohet një çështje mes dy vetave kur gjykatësi është i nervozuar. Me të drejtë mund pyesin çdo besimtar musliman çfarë duhet bëj për ta mposhtur zemrimin. Cilat janë ata teknika rast të cilave profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ose dietarët e muslimanëve na kanë udhëzuar që t'i ndjekim për ta mposhtur zemrimin dhe nervozizmin. Hoxhallarët e muslimanëve thonë: në rastet e zemrimit jemi të porositur të bëjmë sabër, të kujtojmë vlerën e durimit. Gjithashtu jemi të porositur të kërkojmë mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala nga shejtani nëpërmjet dhikrit. Pra të themi sa më shumë shprehjen A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Gjithashtu një teknik tjetër është të heshtim nga ato muhabetet e dynjas. Një teknik tjetër është të marrim abdest. Një metodë tjetër është të ulemi nëse jemi në këmbë ose edhe të shtrihemi nëse jemi të ulur. Dhe teknika fundit, të sjellim ndërmend shpërblimin e atij personit i cili e përmban vetveten dhe e mposht zemrimin e vetes. Gjithse cili mund pyesin se cilat janë shpërblimet, cili është shpërblimi i atij personit i cili e mposht zemrimin. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu Allahu azza wa jall në Kur'anin famlar
na kanë treguar se shpërblimi i mposhtjes së zemrimit është falja e gjunaheve dhe dhënia e së drejtës të zgjedh nga hyrit e xhenetit. Këto teknika të cekura në hadithe apo në citate dietarësh shërbejnë për ta thyer zemrimin dhe për t'u qetësuar. Në kontekstin islam, kriteri i vlerësimit të forcës nuk është fuqia fizike e individit, por forca morale. Trimëria nuk qëndron gjithmonë në demonstrimin e forcës. Prandaj, parimi islam është i fortë nuk është ai që fiton në dy luftim, por ai që përmban veten e tij kur zemrohet. Nga hadithi jon, mund kuptojmë edhe rolin e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam në raport me sahabët e tij. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në mesin e sahabëve ishte në rolin e mjekut që i jepte gjithsecilit racetën e duhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këshillonte sahabët sipas temperamenteve dhe kapaciteteve apo mangësive që kishin ata. Dikujt profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thoshte mos u nevrikos. Një tjetrit i thoshte përqëndrohu në fe. Dikujt tjetër nga sahabëve i thoshte sillu me moral. Dikujt tjetër i thoshte mos i bëj shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Dikujt tjetër i thoshte mos shaj askënd. Dikujt tjetër nga sahabët i thoshte respekto prindrit. Dikujt tjetër i thoshte keje frik Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe plot situata ose plot porosi dhe këshilla të vyera nga pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në varësi të individit dhe në varësi të rrethanave të këtij individi. Normalisht, duhet të kemi qartë se zemrimi është pjesë e instinkteve dhe Islami nuk ka ardhur për t'i shtypur apo për t'i asgjësuar instinktet njerëzore, por për t'i orientuar ka dubishmja dhe e virtyqmja, ose thënë ma gjuhën tonë popullore, për t'i krahasitur ato instinkte të dëmshme. Zemrimi i qurtuar fetarisht është nevrikosja e pa kontrolluar, ose reagimi i shfrenuar që ndodh për arsye të ulta dynjallekut, dhe jo për arsye fisnike ose për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për shembull, njeriu nervozohet për shkak të temperamentit. Mund të nervozohet për shkak të pagjumësisë dhe streseve të jetës. Njeriu mund të nervozohet edhe si pasojë e ndryshimit të hormoneve në trupin e tij. Gjithashtu, njeriu mund të zemrohet edhe nga ajo rutina e përditshme ose nga presionet e punës dhe nga shumë faktorë të tjerë të jashtëm. Përndryshe, zemrimin e gjejmë edhe në radhët e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala, por gjithmonë të kontrolluar dhe për shkaqe të arsyeshme fetare. Për shembull, fjala vjen: Hazreti Musai alayhis salam u zemrua kur populli i tij filloi të adhuronte viçin e artë. Gjithashtu, Hazreti Yunusi alayhis salam u zemrua me popullin e tij kur ata e kundërshtuan shpalljen hyjnore. Por edhe pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam është nevrikosur dhe është zemruar kur janë shkelur normat e Islamit. Siç është rasti kur u lajmërua pejgamberi jon se dikush nga sahabët e zgjaste namazin aq shumë sa dikush nga xhamatlit e braktisi namazin me xhamat për shkak të imamit të pakujdesshëm. Transmetuesi i hadithit thotë: kur nuk e kam parë të dërguarin e Allahut më të aceruar se sa atëherë. Në literaturën islame do të gjejmë përshkrime të rasteve të nervozizmit nga pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Le të rikujtojmë ose le të sjellim ndërmend disa fragmente kuranore ose disa hadithe të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam ku shfaqet kjo natyrë njerëzore tek pejgambert e Allahut.
Për shembull, në surën Al-A'raf, ajeti 150-151, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon historinë e Hazreti Musës. Thot, kur Musai u kthye tek populli i tij, i zemruar dhe i pikëlluar, thiri, shumë e keqe është ajo që keni bërë pas ikesime. A mos vallë donit ta shpejtonit ndëshkimin e Zotit tuaj? Pastaj Musai i hodhi ato pllakat dhe duke e kapur vëllan për koke e tërhoqi drejt vetes. Haruni i tha, o djalin e nësime, në të vërtet këta njerëz me quajten për të dobët dhe gati me mbytet. Mos me turpro para armiqve dhe mos me llogarit ndër keqbërësit. Musai u lut dhe tha, o Zoti im, më fal mua dhe vllain tim, dhe na pranon në mëshirën tënde, ti je me të vërtet më i mëshirshmi i mëshiruesve. Në një fragment tjetër, në surën Al-Anbiya, ajeti 87-88, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon ngjarjen e Hazreti Yunusit alayhis salam. Dhe thot, kur Yunusi iku i zemruar nga populli i tij dhe mendoi se ne nuk do ta ndeshkojmë, andaj thiri nga errësira, la ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu minadh zalimin. S'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç teje, o Allah. Qofsh i lavdëruar. Me të vërtet un jam zullumçar, un kam gabuar. Allahu azza wa jalla thot, ne ju përgjigjem atij dhe e shpëtuam nga brengosja, kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Le të ndalemi në disa hadithe të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku tregohet se në raste specifike pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është zemruar dhe është acaruar nga sahabët e tij. Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu tregon se një herë pejgamberin alayhis salam, sahabët e pyeten për gjëra që ai nuk i pëlqente. Nga që njerëzit po vazhdonin ta pyesnin si shumë, ai u nevrikos, pastaj tha, me pyetni për çfarë të doni. Një burr i quajtur Abdullah ibn Hudhafe e pyeti, o i dërguari i Allahut, kush është baba im? Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, babai yt është Hudhafe. Atëherë u ngrit një tjetër, i quajtur Sa'd ibn Salim, duke thënë, kush është baba im, o i dërguari i Allahut? Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe atij u përgjigj, babai yt është Salimi. Kur Omeri radhiyallahu anhu e pa këtë gjendje zemrimi në fytyrën e pejgamberit alayhis salam, tha, o i dërguari i Allahut, vërtet ne pendohemi tek Allahu subhanahu wa ta'ala për shqetësimin ton nga pyetjet e tepërta që t'i bëm ty. Prandaj Omeri radhiyallahu anhu sikur dëshironte të kërkonte falje nga ky trazim dhe shqetësim që i sollën sahabët pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim tjetër, në një fragment tjetër nga jeta e pejgamberit ton Muhammed, citohet transmetimi i Miswar ibn Makhrama, kur ka treguar se Aliu radhiyallahu anhu ka kërkuar dorën e vajzës së Abu Jehlit që të fejohet dhe të martohet me të. Kur e dëgjoi Fatimja radhiyallahu anha këtë fenomen, ajo shkoi tek pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o i dërguari i Allahut, o baba im, njerëzit e tu mendojnë se ti nuk zemrohesh për vajzat tuaja. Dhe ja, Aliu dëshiron të martohet me vajzën e Abu Jehlit. Atëherë pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam u ngrit në legjërim dhe me stirash tha, unë e martova njërin nga bijat e mia, Zejnebin, me Ebu As ibn Rabi'a, përpara Islamit, dhe ai person me doli besnik, dhëndri i tij me doli besnik për gjithçka që më tha.
Nuk ka dyshim se fatimja është një pjesë e imja dhe nuk me pëlqen as pak ta shoh atë të shqetësuar. Pasha Allahun, nuk mund të bashkohet vajza e pejgamberit Allahut me vajzën e armikut të Allahut si dy bashkëshorte tek një person. Kësaj pra Aliu radiallahu anhu hoqi dorë nga ajo fejes dhe nga ajo martesë, sepse shkaktoi zemrimin e Fatimes dhe zemrimin e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Rasti i fundit, një tjetër fragment. Aisha radiallahu anha tregon dhe thot: pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam një herë më tha: unë e di vërtet se kur ti je e kënaqur me mua dhe kur je e zemruar me mua, o Aisha. Aisha i tha: nga e merr vesh këtë, o i dërguari i Allahut? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: kur je e kënaqur me mua, betohesh duke thënë: jo pasha Allahun, jo pasha Zotin e Muhammedit. Ndërsa kur je e zemruar me mua, më thua: jo pasha Zotin e Ibrahimit. Aisha radiallahu anha thot: po, vërtet, pasha Allahun, o i dërguari i Allahut, unë vërtet vetëm emnin tënd nuk e përmend. Pra edhe në këtë rast tregohet se si Aisha radiallahu anha në jetën familjare me zotërinë e njerëzimit me pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pas raste kur ajo zoj është zemruar dhe nervozuar. Gjithsesi, ne elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë për atyre besimtarëve musliman që e ruajnë dhe e kontrollojnë gjendjen e tyre për që të mos bijem në zemrim, duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lënë amanetin e Allahut subhanahu wa taala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.